Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut Arben Taravari premtoni që në klinike Nën Tereza në Shkup 600 vende parkimi të reja. Në një konferencë për shtyp Taravari theksoi se çmimi për një orë parkimi do të jetë 40 denar. Sipas tij, në këtë mënyrë pritet të zgjidhet përfundimisht problemi i parkimit në spitalin publik. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut shpreh shqetësimin për gjendjen e përfaqësimit të shqiptarëve në forcat armatosura. Nga BDI thonë se pas vendosjes së general Besnik Eminit nga posti komandantit të komandës së operacioneve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, asnjë shqiptar nuk mban pozita kryesore në armatë. Sipas tyre, këto zhvillime sugjerojnë një prirje drejt udhëheqjes anti-NATO, pro-serbe, pro-ruse në forcat armatosura. BDI bën thirrje komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht NATO-s, të ndërhyjë për ta adresuar, siç theksojnë ata, përjashtimin sistematik të shqiptarëve. Sipas opozitës, për herë të parë dhe Agjencia e Inteligjencës, Agjencia për Siguri Kombëtare dhe Agjencia Ushtarake nuk kanë asnjë shqiptar në pozita udhëheqëse. Ky përjashtim i qëllimshëm i shqiptarëve nga institucionet kyçe të sigurisë përbën një kërcënim serioz për sigurinë e shtetit dhe ngre pikpyetje mbi qëllimet pas këtij spastrimi etnik në sistemin e sigurisë tonë nga BDI. Fronti Evropian në Maqedoninë e Veriut paralajmëron masa mbi nismat dhe një vendimi të mundshëm të gjykatës kushtetuese sa i përket ligjit për gjuhët, konkretisht gjuhës shqipe. Koordinatori i Frontit Evropian, Blerim Bexheti, bën thirrje edhe një herë vëmëro DPMNES që ta tërheqë nismën përpara gjykatës kushtetuese dhe të ulen të bisedojmë për përparimin e kësaj çështjeje. Kemi paralajmëruar dhe të gjithë shqiptarët po paralajmërojnë se nuk do të lejojnë që dikush të sillet si pronar dhe të kontestojë përdorimin e gjuhës shqipe. Ne jemi të përgatitur që t'i prim kësaj situate me gjithë shqiptarët, me gjithë qytetarët, që Republikën e Maqedonisë së Veriut ta kthejmë në binarët e duhur, tha Blerim Bexheti nga Fronti Evropian. Koalicioni Vlen akuzon BDI se kur ishte në pushtet në armatë nuk ka pasur më shumë se 2 gjeneralë shqiptar. Sipas shumicës qeverisëse në Republikën e Maqedonisë së Veriut, vetëm në 8 muaj në armatë janë 3 gjeneralë shqiptar. Sipas Vlen, BDI duhet ta kuptojë dhe të pranojë se shqiptarët po përparojnë dhe se po luftohet ashpër krimi dhe korrupsioni. Shumica në pushtet në Republikën e Maqedonisë së Veriut kritikon BDI-n se nuk mund t'i mbrojë shqiptarët tani kur kulla e ndërtuar mbi korrupsion po rënohet. Rajoni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pret certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit dhe më pas të nis konsultimet për formimin e qeverisë së re. Një herë certifikimin e votimit. Deklarata vjen pas ceremonisë së diplomimit të gjeneratës së 45 të shërbimit korrektues të Kosovës. Numërimi i votave të zgjedhjeve të përgjithshme përfundoi të mërkurën e 5 marsit. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konfirmon se nuk ka ndërmend të bashkëpunojë për krijimin e qeverisë së re me lëvizjen vetvendosje. Në intervistë për Kosova Press, Ramush Haradinaj është i bindur se qeverinë e re duhet ta formojë koalicioni opozitar. Ne jemi në opozitë edhe si opozitar, pra angazhohemi edhe në Kosovë qeverinë e shumicës së opozitës. Kjo është qëndrimi im edhe i Aliancës. Sipas kreut të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, numrat tregojnë se opozita ka të drejtën për të qeverisur vendin. Për këtë ai informoi mbi bisedime që po zhvillohen mes forcave opozitare, ndërsa janë në pritje të afateve kushtetuese për fillimin e bisedimeve zyrtare. Ka në një avancim konkret, për shkak se janë edhe afatet kushtetuese, po besoj ka gatishmëri qytet. Besoj që veç shihet se shumicën e ka opozita. Kuptohet pas afateve kushtetuese, opozita mundet me kriju qeverinë. Besoj kjo është ajo që na takon, ne si opozitar, bashkohemi ta krijojmë qeverinë nga opozita. Ka komunikim ndërsjellë, ka në një avancim konkret, për shkak se janë edhe afatet kushtetuese, po besoj ka gatishmëri qytet. Përfundoni gjithë procesin numërimit të votave të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit në Kosovë. Vendvendosja shpallet fituese me mbi 396.000 vota nga të gjitha kategoritë e votuesve. Ajo fitoi mbështetjen më të madhe nga votuesit brenda dhe jashtë Kosovës. PDK shpallet forcë dytë me mbi 196.000 vota të marrë nga votuesit. Ajo siguroi vendin e forcës së parë opozitare duke mos ia dalë të rrëzojë Albin Kurtin nga qeverisja. Lidhja Demokratike e Kosovës rezulton forca e tretë me mbi 171.000 vota, ndërsa koalicioni Ramush Haradinajt arriti të marrë pak më shumë se 66.000 vota. Rezultati më sipër mund të certifikohet gjatë kësaj jave pas afatit dytitor për ankesat. Me rezultatet e zgjedhjeve vendosja arriti të marrë 48 mandate, Partia Demokratike e Kosovës 24, LDK 20, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma 8 mandate. Pjesa tjetër e mandateve do të ndahen për pakica sipas ligjit, që në këtë rast do të pjestojë 9 mandate për listën serbe, 1 për Partinë Liri dhe Demokraci dhe BTS dhe 10 të tjera për Partitë jo serbe. Numrat duke se detyrojnë Kurtin të bëjë koalicion. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
Sot është 7 marsi, në Trojës shqiptare kujtohet dita e mësuesve. Ministri i Arsimit dhe Sportit në Shqipëri Ogerta Marnaseli uroi mësuesit që me durim dhe përkushtim mbjellin dhe kultivojnë faren e dijes tek fëmijët tanë. Ndërsa Ministri i Shtetit për Rinin dhe Fëmijët Bora Muzhaqi uroi mësuesit, edukatorët dhe akademikët, misionarët e dijes dhe të formimit të brezave të rinj. Urimeve u bashkua dhe kryeministri Edi Rama dhe ministri i Financave. Ndërsa nga Partia Demokratike reagoi drejtuesi i Departamentit të Arsimit Lila Sula. Ajo shpreh shqetësimin për gjendjen e arsimit në vend dhe premtoi se dinjiteti i mësuesit, reforma dhe financimi i arsimit do të jenë prioriteti i opozitës. Partia Demokratike e bindur se dinjiteti i mësuesit, reforma dhe financimi i arsimit janë prioritet, do të dyfishojë buxhetin për arsimin dhe shkencën. Paga mesatare e mësuesit do të shkojë rreth 1.300 euro në muaj dhe ajo e pedagogut 2.000 euro në muaj. Garantojmë statusin ligjor dhe ekonomik të mësuesit, të marrëdhënieve të punës dhe të zhvillimit të karrierës. Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku në video të publikuar në rrjetet sociale shpreh shqetësimin se rritja e të ardhurave nga taksat është rezultat e rritjes së çmimeve dhe kostot të jetesës, duke përmendur rritjen prej 30% në të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar, e cila është një taksë mbi konsum. Sipas saj, kjo rritje ka ardhur plotësisht nga qytetarët më të varfër, pensionistët dhe shtresat e mesme, duke bërë që bara e krizës ekonomike të rëndojë mbi ta. Janë mbledhur më shumë të ardhura nga TVSH-ja, që është taksa konsumit. Tregon që çmimet janë rritur dhe kjo rritje me 30% të TVSH-s ka ardhur e gjitha nga xhepat e varfërt, pensionistëve dhe shtresës së mesme. Në vijim, Tabaku argumenton se dhe rritja e të ardhurave nga sigurimi shoqërore nuk ka ardhur si rezultat i formalizimit të tregut të punës, por thjesht nga rritja e pagave në administratë publike, të cilat janë reflektuar në taksa më të larta për qytetarët. Kanë mbledhur më shumë të ardhura thon nga sigurimi shoqërore. Mos kujtoni se ka ndonjë formalizim. Vjen e gjitha si rezultat i rritjes pagës në administratën publike dhe e gjithë rritja shkoi në pagesa taksash. Kështu ka ndodhur çdo herë, kështu ka ndodhur çdo vit. Ky është mentaliteti socialist. Qeveria shqiptare merr masa për të mbrojtur punojësit e policisë dhe familjet e tyre gjatë ushtrimit të detyrës. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha tha se është miratuar akti normativ për mbrojtjen e punojësve të policisë dhe familjarëve të tyre dhe pronës nga kërcënimet që u bë atyre gjatë ushtrimit të detyrës. Nëpërmjet këtij akti, ne synojmë të rrisim bashkëpunimin midis agjensive ligjzbatuese, si asaj të shërbimit informativ, SPAK-ut, në luftë kundër krimit të organizuar. Ky vendim orienton dhe strukturon edhe një herë mënyrën, formën se si një punonjës policie duhet të adresojë një kërkesë ndaj Komisionit të Mbrojtjes së Masave të Posaçme ndaj kërcënimeve. Hoxha tha se forma e parë me njerëzsh me vënies në zbatim është kur drejtori i policisë së shtetit lëshon një urdhër për mbrojtjen e policisë, dhe forma e dytë është që punojësi i policisë i drejtohet komisionit nëpërmjet procedurave. Sipas ministrit Hoxha, në këtë mënyrë hapet një udhëtim i ri për sakrificën dhe mbrojtjen e policëve nga kërcënimet që u bëhet për shkak të detyrës. Neve hapim sot një udhëtim të ri për sakrificën dhe mbrojtjen e punonjësve të policisë nga kërcënimet e shumta që i bëhen për shkak të detyrës, dhe këtu jemi për të përcaktuar edhe një herë për të thënë prioritetin që ka jeta, shëndeti dhe prona e punonjësve të policisë në raport me qeverinë shqiptare. Qeveria shqiptare premton rritjen e masave të kontrollit për fondet që shkojnë për subvencionim të naftës për fermerët. Ministri e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Denaj, pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave informoi se do të rritet masa e kontrollit sipas një metodologjie të re të riskut që të përfitojë fermeri që punon tokën. Përfitues nga kjo skemë janë rreth 50.000 fermerë. Do të jetë e njëjta mas financimi si në çdo vit, por do të rrisim element të kontrollit, duke rritur masën e kontrollit sipas një metodologjie të re të riskut që të përfitojë fermeri i cili e meriton, është ai që punon tokën. Ndërsa informoi dhe mbi skemën kombëtare të mbështetjes së bujqësisë dhe zhvillimit rural për vitin 2025. Sipas saj, skema e subvencioneve bashkohet skemës së investimeve që është miratuar vitin e kaluar dhe mbështet 5 sektor, duke kontribuar në zgjerimin e financimit për fermerët dhe bujqësinë. Ky është një vit i rëndësishëm për bujqësinë shqiptare dhe skema kombëtare e përbërë nga skema subvencioneve që e fillojmë sot, bashkëndon edhe mbështetjen me skemën e investimeve që kemi filluar në fund të vitit të shkuar për të mbështetur investimet në infrastrukturë, për ndërtimin e serave, stabilimenteve të mbashtimit kafshëve, shpendëve, akuakulturë, mekanik bujqësore dhe agroturizëm.
Këshilli i Ministrave i Shqipërisë miratoi vendimin për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, institucion financiar që do të shërbejë nxitjes së zhvillimit ekonomik duke mbështetur me fonde të sektorëve të nënfinancuar. Në një deklaratë për mediat, pas mbledhjes së qeverisë, Ministri i Shtetit për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit, Delina Ibrahimaj, bëri të ditur se ky institucion është krijuar bazuar në përvojat më të mira të institucioneve të ngjashme në Bashkimin Evropian. Dhe konkretisht ka për synim të financojë zhvillimin e infrastrukturës fizike dhe digjitale, të mbështesë ndërmarrjet e mesme dhe të vogla, të financojë projekte infrastrukturore dhe gjithashtu të financojë dhe të mbështesë eksportet shqiptare. Ndër të tjera, Ibrahimaj theksoi se do të jap mundësi shtesë për rritjen e qasjes në financë të asaj pjese të popullatës e pashërbyer nga sektori bankar apo ndodhen në zona rurale përmes produkteve të kursimit që do të mblidhen dhe përdoren për zhvillimin ekonomik të vendit. Ai gjithashtu ka për synim që të bashkëpunojë me institucione financiare ndërkombëtare dhe më konkretisht me institucione financiare të Bashkimit Evropian, të cilat kanë në dispozicion fonde për të mbështetur zhvillimin ekonomik të vendit, të drejtuara drejt vendeve anëtare dhe vendeve që janë në proces të anëtarësimit evropian, me qëllim rritjen e produktivitetit, konkurrëshmërisë dhe lehtësimin e hyrjes në tregun e përbashkët evropian. Deklaroi Blerina Ibrahimaj, Ministri i Shtetit për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit. Qeveria shqiptare mbyll aplikacionin TikTok. Pas mbledhjes së qeverisë, Ministri i Arsimit Oger Tamarnaseliu deklaroi se Këshilli i Ministrave pas konsultimit me prindrit mori vendimin për marrjen e masave të përkohshme për shmangjen e ndikimeve negative të TikTok. Në një deklaratë për mediat, Manaseliu tha se qeveria rekomandoi mbylljen dhe kufizimin e aksesit për TikTok për 12 muaj, periudhë kjo që sipas ministres do të shërbejë për marrjen e masave në bashkëndim me përfaqësuesit e TikTok. Duke marrë të gjithë faktet dhe gjithashtu edhe elementet të cilët për ne ka patur rëndësi maksimale dhe që lidhen drejt për drejt me sigurinë e fëmijëve dhe të rinjve në mjedisin digjital, kemi rekomanduar pikërisht mbylljen apo kufizimin e aksesit për platformën TikTok. Ky kufizim aksesi do të jetë deri në një periudhë 12 mujore, periudhë e cila do të na lejojë ne të gjithë kohën e nevojshme për marrjen e masave në bashkërendim me përfaqësuesit e platformës TikTok. Ministri Manaseliu informon dhe mbi bisedimet me kompaninë kineze. Duke filluar nga filtrat për sa i përket moshës së aksesit në platformën TikTok, nga filtrat në lidhje me kontrollin prindëror dhe gjithashtu edhe sa i përket filtrave të domosdoshëm në lidhje me të gjithë aspektet të komunikimit edhe në gjuhën shqipe, duke vendosur këto filtra do të parandalojmë pra pikërisht edhe promovimin e sjelljeve të cilat janë të padëshiruar dhe që vijnë përmes komunikimit në platformën e TikTokut. Sipas asaj, zbatimi i vendimit pritet të zgjatet deri në një javë. Kryeministri i Shqipërisë përmes rrjeteve sociale sqaron se mbyllja e TikTok është marrë pas një konsultimi të gjerë me 65.000 prindër dhe mësues, si dhe pas ngritjes së kapaciteteve teknike të nevojshme. Edi Rama shtoi se qeveria është në dialog pozitiv me kompaninë kineze, e cila pritet të vizitojë Shqipërinë për të prezantuar masa të reja sigurie për fëmijët, përfshirë përmbajtjen e gjuhës shqipe, si dhe risi në shërbimin e arsimit. Ne themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi, përfundoi Rama në reagimin e tij. Vota. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dha detajet e planit me 5 hapa për të financuar investime masive të mbrojtjes në Bashkimin Evropian. Von der Leyen planifikon të lejojë vendet e veçanta të Bashkimit Evropian që të përjashtojnë përkohësisht disa investime të mbrojtjes nga kufit e rrep të borxhit dhe deficitit të bllokut. Kjo do të lejojë shteteve anëtare një fleksibilitet më të madh fiskal që u nevojitet, do të jap atyre hapësirën për të investuar në mbrojtje menjëherë dhe në mënyrë thelbësore, tha ajo. Një fond i ri me 150 miliardë euro kredi do të përdoret për programe të përbashkëta nga prodhuesit evropian. Një pjesë e blerjeve duhet të jetë për përfitimin e Ukrainës, tha von der Leyen. Komisioni synon gjithashtu të thjeshtojë rregullat e BE-s në lidhje me investimet në mbrojtje. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.